Drejtuesja e PS-s në Tiranë Ugerta Manastirliu ka prezantuar listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Tiranës. Kryeqyteti ka rëndësinë më të madhe dhe bie në sy se kryeministri ka futur në listë mbyllur disa prej ministrave. Po ashtu, bie në sy emri i gazetares Iris Luarasi, e cila si duket të shpërblyer për mbështetjen që i ka dhënë për studiot televizive. Po ashtu, në listën mbyllur janë emra si Tauland Balla, Adea Pierdeni, Igli Hasani, Albana Koçiu, Delina Ibrahimi apo Lindita Nikolla. Ashtu në listën mbyllur në Tiranë është Edi Rama. Tirana, lista e mbyllur: Edi Rama, Ugerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikolla, Tauland Balla, Andrea Pierdeni, Albana Koçiu, Igli Hasanaj, Delina Ibrahimaj, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj. Lista e hapur: Andi Seferaj, Anila Denaj, Antonela Dedej, Arben Pëllumbi, Blendi Gonxhe, Blendi Sulaj, Blerina Gjulameti, Edlira Dyrmishaj, Eldi Çepeli, Endrit Brahimllari, Entela Ramosaço, Erion Braçe, Ermonela Felaj, Ervin Hoxha, Etilda Gjonaj, Etien Xhafaj, Fatmir Xhafaj, Florian Pullazi, Glindxhet Madhi, Halil Koloshi, Halit Valteri, Jolinda Dhame, Kejsi Elezi, Lotilda Bushka, Mimi Kodheli, Mirgit Vata, Olta Xhaçka, Ornaldo Rakipi, Pandeli Majko, Persida Shkrepa, Laren Dreca, Roy Bashaj, Silda Çepe, Sofika Leshi, Toni Gogu, Xhemal Qefalia, Ylli Shehu.